Të ejtën mbrëma, këngëtarja me njohur Shkurtë Feza festoi 40 vjetorin e karrierës dhe veprimtarisë së saj mes miq, kolegë dhe familjar. Ajo edhe njëherë dëshmoi se është zëri i kombit shqiptar. Këto 4 dekada i festoi me një galla koncert ku i këndoi këngët më të dashura për publikun. Veç tjerash, ajo u dekorua edhe me medaljen presidenciale të meritave nga presidentja e Kosovës. E për më shumë ndjekim materialin përgatitur në vazhdim. Të gjithë e këndojmë kur i dëgjojmë notat e para. Ky himni shqiptarëve për herë të parë u këndua nga Shkurtë Feza, e cila sot numëron 4 dekada në skenë. Pothuaj se të gjithë jemi në dijeni për këngët e veçanta, për kohën e vështirë në të cilën i këndoi vendit dhe për kontributin e dhënë në fushën e kulturës. E për të kujtuar gjithë këtë mund, në mbrëmjen e së ajtës, e madhja Shkurtë Feza vendosi ta mbajë një gala koncert për 40 vjetorin e karrierës dhe veprimtarisë me miq, kolegë e njerëz të fushave të ndryshme. Të rehatuar përballë skenës, të gjithë po e prisnin fillimin e mbrëmjes. Për t'u dëshmuar edhe njëherë se Shkurtë Feza është zëri i kombit shqiptar, regjisori Lesh Nikola kishte punuar një dokumentar 40 minuta mbi kontributin dhe veprimtarinë e asaj që përmes vargjeve të thurura në këngë bëri që secili të ndihet krenar për kombësinë shqiptare. Sepse ajo është ngjitja më të vetme e tingullin me fjalën e shpirtit. Më pas, artistja e merituar Shkurtë Feza kishte përgatitur një repertor me këngët e saj më të bukura për t'i argëtuar nga afër njerëzit që e kanë rrethuar me vite. Por disa nga kolegët nuk e lanë të vetme në skenë. Ata ju bashkuan dhe ja thanë këngës në këtë mbrëmje të paharruar. E gjërat e mira mbarojnë shpejt, mbrëmjes dikur i erdhi fundi. Një pjesë e madhe e të ftuarve jam syn skenës. Secili nga ta donin ta uronin e përshëndetnin mikin e tyre dhe ta realizonin nga një fotografi kujtimi. Emocionet e kishin kapluar në të anësi Shkurtën. Përveç gëzimit, këngëtarja e madhe tashmë idhulli i shumë kujt, në 40 vjetorin e karrierës së vet, u ndje pak e mërzitun. Është një kënaqësi, është me emocion, me përmallim, me mërzitje, me kujtime të ndryshme gjatë gjithë këtyre 40 viteve të sillen nëpër kokë. Edhe është periudhë dhe bukur e vështirë ka qenë, prandaj po nihem mirë, po jo shumë komod sepse po mërzitna ka njëherë. Pse po? Po gëzona që unë arrita me prek 40 vjetorin, po është një përmallim që po ikin vitet edhe. Pavarësisht viteve, ajo mbrapa vetes ka një bagazh aq të madh, saqë edhe presidentja e vendit e nderoi për vlerat e saj dhe kontributin e dhënë tash sa vite. Sot pikërisht po marr edhe vlerësimin për presidentës të Kosovës dhe për mua ka qenë e jashtëzakonshme, sepse një vendi që i kam punuar me 4 dekada dhe që ndoshta rrallë komandruese do ta prek këtë ditë, sot është bërë realitet për mua, është kënaqësi e madhe. Derisa presidentja Jahjaga e dekoroi me medalje presidenciale të meritave bilbilin shqiptar, çmime mori edhe nga miqtë e kolegët. Uroj nga zemra 40 vjetorin e saj në skenë si artiste e shquar, e cila e ka kënaqur me zërin e saj e gjithë publiku në anën mban, jo vetëm Kosovë, po dhe as Kosovës në diasporë. Është edhe shoqe, është edhe mike, e vërtet, domethënë nuk ja jep nalt se zakonisht artistat e mëdhenj ja japin nalt. E kjo është prej atyre që është e përvujtë dhe është tamam si duhet. Unë fillimisht i uroj nga zemra këtë 40 vjetor. Ajo ka ditur gjithmonë të sjellë publikut fjalën e bukur, këngën e bukur, ndjenjen, idenë, idealet që ka pas populli. Ka ditë shumë bukur të sjellë ato sepse Shkurta me këngët e saj na ka sjellë gjithçka për 40 vjet rresht. Unë i uroj edhe matutje suksese, shëndet në radhë të parë, edhe inshallah vazhdon edhe shumë vjet kështu. Faleminderit. Shkurta suksesin e ka pas gjithmonë, i uroj vetëm shëndet. E vi mirë që sonte jam në jubileun e 40 vjetorit Shkurtë Vezës, se me Shkurtë Vezën punoj që 30-35 vjet që gjihem bashkë në për turneja në Kosovë, për koncerte shumë,
në Gjermani, turneja në Gjermani, në Zvicër, për kretë Evropën. Pas gjithë këtyre lavdatave, si të mos ndihen të veçantë familjarët e saj. E kam jetu çdo ditë me mburje si vajza e saj. Sepse mendoj jo vetëm si një këngëtare, ka qenë po dhe si një misionare për me kultivu muzikën e Mirëfjell në kohën më të vështira, domethënë, e sidomos edhe tani që vazhdoj ta bëj atë. Shkurte Feza premtoi se edhe në të ardhmen do të vazhdojë të krijojë këngë dhe vargje, të cilat do të mbesin për herë në mendjet e dashamirësve të saj.